Gjitha të vazhdojnë diskutimin. Visar, përfundojsh përsa pasaj dua dhe një mendim nga Frashëri. Po. Okej. Nëse kisha më shumë shkurt për zotin Limaj para se me kalu fjalën të Frashërit, zoti Limaj e ka dëshmuar me kohë që është një politikan shumë i mençur dhe është një protagonist shumë i mirë, tim ta fitoj protagonizmin edhe këtë e ka dëshmuar edhe tash e 8 muaj, themi kështu, ka arritë që të jetë aktiv në për studio televizive duke tentu një farforme të çojë mesazhe të ndryshme se ose është pro, ose është jo, ose po bashkëpunon dhe po jep votën, ose nuk po bashkëpunon dhe nuk po jep votën, asgjë më shumë se kaq, nuk ka qenë konstruktiv, themi në thelbin e asaj, por më shumë dekonstruktiv, pra nuk ka qenë prej atyne personave të cilët një farforme kanë mujt me zgjedh ngërçim politik shumë herët, po siç e thash në fillim të fjalës ime, edhe ky ka qenë prej atyre që me pak përqind jo që nuk e lejon demokracia, se kjo është aspekt, kjo shumë demokratike të kërkosh, sa i përket bashkëpunimit. Mirë, po edhe këto kërkimet të cilat i bojnë në këtë rast zoti Limaj, duke kërku kryeparlamentarin me vetëm 3 deputet, ka qenë jo korrekt, edhe e thash më herët, po e them edhe tash, shumë mirë nga zoti Kurti dhe lëvizjave të vendosit, të cilët nuk kanë rarë prej këtyne presioneve, kanë vazhdu ta mbajnë qëndrimin e tyre dhe po shpresoj që tash tutje në Kosovë të vendosit një standard. Po, Visar, Po përfundoj sa më shpejt, sepse kemi edhe një përgjigje nga Frashëri. Nuk do të kemi më këso lloj pazarësh për një karrik ose për një votë, se mos të kemi problematika që kemi pas në kalume. Po, Frashër? Unë thëmë pse mendoj që kemi pas kështu, matematikë thjesht. Nëse nuk ka nisma, edhe që thot e ka Basionin ka pas Dukaqin. Okej, Basionin ka pas Dukaqin. Edhe Bastionit duke qenë në kohë lëvizje përveç Deçanit. Edhe nisma ka Malishevit, Bastion. Por për mi marrë përqindjet këtë shumë keq u konë. Nëse shkon me nismën ka pas edhe medalë jashtë, ti e di çfarë. Ka përkëshu matematikën. Ka pas medalë jashtë, pra nuk e bën Bastionit një të sigurta. Pra me hiqjen këtyve, ka me pas ato numër që përlipet, si më thon 4% votave. 4% votave ku ti çdo partitë e vogla ka më shpënda. Që po të garantoj shumica me marrë lëvizje vendosë, që shu dalë gjithmonë që shumica e merr lëvizje vendosë. Pra nuk ka më pas problem. Këto problem nuk ka me pas, thashtë edhe herë, shifit edhe rezultatin e zgjedhjet komunale, që përpara se kanë dashur të kyçy. Tjeta, tha Fatmi Lima duk më mirë, më inteligjent sepse kohët e fundit dolën për televizione. Fatmi Lima edhe kokon jashtë parlamentit dolën për televizione, sepse të na më kon analist në televizion. Asmarova nuk do hyj asnjëherë ty. Pra, të na më kon analist, dush më kon një lloj urrëti dhe Albin Kurtit, 2 më kon jashtë parlamentit edhe s'ki problem dalën për televizion, ki këtë është PSD-s, ki është të vetëndosë që e në konë. Këtë kini për televizione, mësë më thu që nuk e në konë për televizione, ndonë se ata kërkush as votën fshat vetën se në konë. Pse ti ke apsir televizive? Maroj që në ndërhyva, marëbur. A ndërhyva në ty. Po në rregull, po jetu po akuzat pa nevojshme, të pa baza. Jo nuk është akuzë, nuk është akuzë. Kallëzoma për tyre që thuti ka rrit më kone për televizione. Fatmi Lima, unë për t'i kallëzoj plët televizione që ka qenë, kur as ka qenë ofër, 2 vjet përpara se më bo zgjedhjet. Nuk është që nuk ka qenë. Pra, në për televizione ki pas të mshjesh. A i kundë Albinit po, mjafton i hinë televizion. E ki pas PSD-s. Shikoj analistat, ose në Top Channel, ose në Top Channel, ose të shtosin në televizionet tjera. Kretë në televizionet që janë kretë ish që kanë hub, ish deputet që kanë hub. Frashër dhe Visar, me qënë se jemi janë të tek... Frashër dhe Visar, me qënë se jemi janë të tek Fatmi Limaj, Limaj ka deklaruar pra që nuk është kontaktuar nga vetë vendosje për seancën e sotme. Nuk është për që ti. E kanë thirë, e kanë afru, në ato është karrika. Edhe mënyra që ka lypaj, ka mënu që banë si pazore, si 50 pasolle për pare natën, 12 natën, shka ka pazore, 1 vot, 2 vote, ka pas 2 karrika, mi morë këtë postët, a? Po që përku që nuk ka qene drejt, pajtoshë dhe të këto me vizorin, që nuk ka qene drejt kërkesa e Limajt? Qka ka kërkuaj, atë që ka më ndëgjune, ka qenë absurd të bre, ka qenë që ka qenë për para, ku ka pas 50 pasolle që përshin natën, që pëse më një manë, merë 2-3 karrika, ka marrë 3-4 ministri. Pra ka mëndu në këtë mënyrë, nuk shkon mu. Ka ndryshu kja. Nuk ka më ndodhë më kjo kështu Kosovë.
Shpresoj që marrim mësim këtë. Shpresoj që edhe nisma të tjerë të marrin mësim. Nuk mundesh për karrik për votë me ble. Dhe Frashëra mendon se